Unë do të doja të falenderoj organizatorët, mikun tim Nexhi, që më ftoi në mënyrë, domethënë nuk e kam vendin në këtë auditor historik. Po megjithatë do ta shoh në një këndvështrim tjetër nga siç folën pasardhësit. U fol tu për heshtjen për këto eventet historike kaq të rëndësishme të qytetit tonë dhe Shqipërisë tonë. Dhe kjo heshtje nuk i takon individit ose organizatave OJF të organizoj kontestat të tilla. Ne kemi institucione, kemi institute historie, kemi akademi shkencash, po në mungesë të tyre, bravo i qoftë organizatorëve dhe i falenderoj. I falenderoj edhe për arsye tjetër, se shumë fenomene në Kavaj janë lënë në heshtje. Ndofta qëllimisht lënë në heshtje, se kjo ka të bëjë me një geopolitik, ndofta. Ka të bëjë me një të zonës tonë. Doja, më falni, mund të zgjatim. Nuk kemi përshtatshëm për maj kontesa se sa të prezantoj projekte, por do të kujtoja një historian tjetër të zonës tonë, Zyti Shehun, i cili në një libër që më ka lënë shumë impresion të kavajzve që kanë dhënë kontribute. Kanë dhënë kontribute siç është inxhinier Xhuf Koljaka. Është një figurë, për mendimin tim, nga më gjigante që mund kemi troje tona, apo jo vetëm. Është një themelues, ka hull guret e Universitetit të Shqipërisë. Ka ndërtuar në Teferiç, ka filluar të bëjë shkollën e parashqipe, moderne shqipe, pastaj me amerikanin Fulls, u transferu në Golen, u bë shkolla më elitare shqiptare që nxori gjithë kuadrat e Shqipërisë. Pastaj, po me Henry Fulls, shkoi në Tiranë, ku hullën bazat e universitetit. Domethënë, në Kavaj ka humus, ka intelektual, ka njerëz që nëpërmjet unë kam meritu shumë kohë jashtë. Jam marrë shumë me historinë në anën teknike të Piemontes. Ka qenë në vitet 1100-1200, duhu ndante se ku du bënte kryeqyteti. Në Torino apo në Chieri, një qytet e vogël. Chieri ishte më i madh se Torino në atë periudhë. Vetëm se ishte universiteti në Torino, Torino sot u bë kryeqyteti i gjithë zonës. U bë kryeqyteti i Italisë. E njëjta gjë do ndodhte me Kavajën. Nëse prefekti i Tiranës, në vllai prefekti i Tiranës, u morën një intervistë për diatribën që kishte ndërmjet ku do vendoste kryeqyteti, në Kavaj apo në Tiranë. Zogu për shumë vite donte që Kavaj do bënte kryeqytet, jo kryeqyteti brillant i Kavajës. Por sigurisht që influencat kalojnë në Tiranë. Imagjinoni ju sikur ne të kishim Kavajën kryeqytet sot. Si ishte transformuar Kavaja sot? Mjafton një hon të fenomeneve të këtë zonës, një njohje, ne mund ta transformojmë. Kemi forcën, bindje që të japim zhvillim qytetit tonë. Jo ta lëmë në rres, po ta rastin ti dërgoj një letër kryeministrit që Kavaja po degradon në një fshat të madh. Në një qytet i rëndësishëm i Shqipërisë ka degraduar në një qytet. Prandaj duhet të falenderoj mikun tim edhe të familjes time, profesorin, për shkrimin kaq bukur që i bën në historisë të luftës së Shkodrës. Edhe na shërbej lufta e Shkodrës për rikujtesën e vlerave që kemi ne. Bashkëtesën fetare që shpeshherë është përdorur si nga malazezët, po them unë, nga lufta ato që kanë rrethu Shkodrën, edhe në Kavaj është përdorur për të krijuar vëllavrasje. Që ne në kohën historike të 1912 kemi pas harmoninë më genuine. Faleminderit.